Që para një jave hyri në fuqi obligimi që marketet, banatorët, dyqanet e teknikës dhe mobileve t'i publikojnë çmimet e produkteve të tyre në webfaqe. Çmimet duhet të jenë të disponueshme pa pasur nevojë për regjistrim ose hyrje shtesë, me qëllim që qytetarët të kenë qasje të lirë, por sa realisht ata hynë në web për t'i kontrolluar. Ne, na online ne gledam, ne. Pa što znam. Така sam naviknata. Секогаш брзам нешто и тоа. Не. Одам често пазарам, тоа што е прикажано на рафтовите, тоа и земам. Дали е многу, дали е малку, знам дека исти производи во различни фирми, различни маркети и различна цена. И тоа е еден вид на проверка, дали навистина се прави тоа или се отстапува од тоа. И треба контрола, треба многу инспекцијски проверки. Значи на се. И на храна се поминат рок пред се. Значи да нема храна која што ќе се подзаскрие позади или некако така, па човек ќе земе, а таа се поминат рок. Ја враќаат се, разбирам, меѓутоа треба тоа да се контролира. Nesër inspektorati I tregut do të duhet të dalë me të dhënat e para për atë se sa tregtarët e vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj që kryen veprimtari tregtare me pakicë e kanë respektuar vendimin për publikimin online të çmimeve. Më saktësisht çmimin aktual të shitjes, çmimin për njësi, çmimi promocional ose me zbritje. Është paralajmëruar që mos respektimi I vendimit mund të kushtojë tregtarëve me gjoba deri në 10.000 euro.